Si pra? Po thua që deri në mëngjes keni qëndruar në grop dhe nuk keni thënë as edhe një fjalë. Pra ta besoj. Sigurisht që folëm. Nuk ishte qetësi totale, pra. E çfarë folët atëherë? Më trego pra, mos më lër peng. Çfarë ndodhi? Ja, s'folëm për gjë, as nuk ndodhi asgjë. Por pak para se të vinte zotëri im tas, sikur filloi të më thonte diçka, më duk sikur do më tregonte ndjenjat e tij për mua. Çfarë ndjenjash? E lël. Mendoj se Ozani më do mua. Të paktën nga ajo që deshte të më thoshte. Edhe ti ke ndjenja për ta? Nuk mund të gënjej ty. Ja, njeriu s'mund të mos ndikohet. U solla shumë inatçore. Thasha shumë gjëra. Megjithatë, ai u solla aq i ngrohtë, aq i vëmendshëm. Më pëlqeu shumë ashtu. Çfarë do të thotë që të pëlqeu? Shpirt, nëse ti e do dhe ai të do ty, pse nuk bëheni çift? Do të ishte më e lehtë. Ka një problem tjetër. Bergjini. Bergjini? Ç'lidhje ka ajo me këtë? Edhe Bergjini e do Ozanin. Çfarë po thua? E ti nga e di këtë gjë? Vetë tha ajo. Në fakt, për këtë arsye, shkuam në shtëpinë malore. Më trego gjithçka me njëherë, çdo detaj. Po ti pse e ka që fiksuar pas kësaj? Bergjini tregoi Ozanit gjithçka. Ozani ka thënë gjithçka që ka pasur për t'i thënë. Mendoj se Bergjini do e ketë kuptuar. Bergjini është shoqja ime i lyl. Si më duket e drejtë ndërhyrë në marrëdhënien e tyre duke qenë shoqe me të. Sidomos pasi më kërkoi ndihmë në lidhje me Ozanin ajo. Këtë e kuptoj. Por edhe ndjenjat tuaja janë të qarta. Përveç kësaj, Bergjini dhe Ozani kanë kohë që janë miq. Mendo pse ende nuk janë bërë çift, sepse Ozani nuk e do. Ke të drejtë kushërir. Për nga ta di, më duket sikur po bëj diçka të gabuar unë. S'ke bërë asgjë gabim pra. Thjesht duhet të mendosh pak edhe për lumturinë tënde. Bergjini do harroj me kalimin e kohës. Edhe ti ke të drejtë. Do të mendoj pak për këtë. Por si do qoftë? Çfarë bëre ti? Çfarë ndodhi me provimin? Aj, nuk e di. Po prese ende për rezultatet. Ndoshta dalin sot. E si mos ja dalësh ti shpirtim? Këta vit kursin, vitin tjetër universitetin. Aj, shpresoj. Si do qoftë, më duhet të nisem tani. Ti shko bëje një dush, do shihemi sonte. Mirupafshim. Të bëft mirë? Të lumshin duart. Tani ti telefonoj me Ozanit të themi qoftë e kaluar. Mirë do t'ishte. Ai, kush do e kishte menduar? Gjithë natën në një grup në pyll. Shpëtua nga një situatë shumë e vështirë. Me qëra fjala, ende nuk më kanë telefonuar ata. Do telefonoj. Do thrasim për të thënë që ke fituar. E ti ma thuaj si mund t'jesh kaq i sigurt? Sepse kam shumë besim te ti. Shpresoj të dalë si që thua ti. Pra me kalimin e kohës më duket sikur nuk do të ndodhë. Si do qoftë, më duhet të shkoj në kuzhinë, mos zemëruar shefi. Në rregull, këtu do t'jem. Pardon të fliste Ozani? Nuk e di. Ai më tha se vetëm dëshironte të takoheshim. Dohet të thosha jo, por nuk mund t'i thoja. Mos ndoshta dëshiron të tregon se të pëlqen. The se ju ndërpreje biseda në pyll. Edhe unë ashtu po mendoj kushërir. Ja, nuk di çfarë justifikimi t'ja për të mos shkuar. Asllë, jetoni në të njëjtën lagje, shkoni në të njëjtën shkollë. Nga të mundesh të ikësh? Këtu ke të drejtë. Por prap nuk ndihem rehat e lyl. Për shkak të Bergjinit. Asllë, mos fol kot. Mos e mundo veten kështu. Shiko, gjithçka do të shkojë mirë. Përveç kësaj, nëse keni të shkruar të jeni bashk, do bëhet.
Mendoj se duhet të shkosh të flasësh me të. Do ta kuptosh. Ke shumë të drejtë kushërir. Ashtu aslo tani kam klient, po e mbyll. Më telefono për seri kur të mbarosh. Në rregull shpirt, punë të mbar. Çfarë lë... Puna e mbar. Jo, unë nuk e mendoj se e fitova. Askush s'ma telefonon. Pse po mendon negativisht? Shiko, shiha anën pozitive. Ki pak durim. Mendoj do i shpallin sot, ose nesër. Çfarë thua të shkoj ti pyes? Të paktën ta di që nuk kalova. Kjo lloj pritjeje është shumë lodhëse. Dëgjo, ke durim. Mendoj do të telefonoj dhe do thonë që ke fituar. Pastaj do të shkosh me knatësi në kurs. Ai, dash zoti. O zot, të lutem më lejo të fitoj, të lutem, të lutem, të lutem. Por është e vërtet kjo që një buri është të qej për vajzës suaj. Nuk mundet. Vajza ime nuk do ta bënte. Nuk do ta bënte. Nuk do ta bënte. Ishte një ditë e vështirë, po? Po, ishte shumë e lodhshme, por nuk e vura re. Mendjen e kisha gjithmonë te telefoni. Jas, po telefonojnë. Kur si po telefonon, çfarë të bëj të përgjigjem? Çfarë duhet bëj? Hape edhe fole, Lil, si çfarë do të bëj? Hajde. Urdhëroni? Po, unë jam? Po. A me të vërtet? E fitova bursën? E the atë e fitova një bursë të plot. Po, unë shumë ju falenderoj. Falenderoj shumë, shihemi më vonë. Fitova? E fitova kurse një bursë të plot edhe ato Jas më thanë të shkoja të regjistrohesha nesër dhe unë fitova Jas. Dia, të thash unë ty. Fitova! Fitova fakti, jam shumë e lumtur, fitova! Baba? Baba?